pjesën e djathtë, domethënë kemi disa pika karakteristike edhe këtu. Tu për shembull, kur njerëzit janë në stres të madh, kjo pika këtu, do thotë e kap anktin edhe depresionin njëkohësisht, edhe kjo pika tjetër është për çrregullime psikotike që e quajmë ne. Tash, pika në anën e majtë dhe në të djathtën që janë shumë të ngjashme, në këto dy pjesë të kokës. Në këto dy pjesët ku bëhet në 90% të rasteve që na vijnë tek ne, janë shumë karakteristike për shkak se në pjesën e majtë të trurit reagojmë duke stimulu trurin. Ne kemi gjendjet e depresionit që janë shumë të rame. Mirë po, nga ana tjetër kemi depresionet që janë shumë agjituese. Tanë kohën janë në siklet ose në ankth e krejt, atëherë e marrim e bëjmë me pjesën e djathtë, që ndryshon edhe frekuenca edhe çdo gjë, për me marrë me qetësu. Pse bëhet kjo?